më pas lëvizjeve vendosje, le të lërë popin politik dhe në fushën e partive opozitare për të parë veprimin e tyre. Por në momentin a mund të shohim veprimin e partive opozitare që në këto momente, pra, aprovohet në një farë forme, njëjta situatë si kundër ka ndodhur, qoftë në momentin për zgjedhjen e kryetarit apo formimin e qeverisë të një viti të kaluar, pra të vitit të kaluar, apo disi dhe të hezitimit, ndoshta edhe këtë vit, edhe pse në këtë pikë nuk ka pasur shumë për të folur për ta, duke qenë se lëvizjeve të vendosje i kishte numrat për të vepruar e vetme, duhet thënë, për formimin e qeverisë. A shihet dhe lexohet nga opozita ky qëndrim, apo jemi herët për të thënë nëse një gjë e tillë mund të ndodhë deri në momentin që do të ketë ftesë për bisedime nga zoti Kurti? Nga njëra anë, taktika është e njëjtë. Nga opozita? Jo, në radhë parë, nga partia e parë në parlament. Taktika është e njëjtë me taktikën e shkurt dhjetorit. Dhe urojmë që dy kandidatët përkatës, zoti Konjufca dhe zonja Muhaxha, kundër kandidat, nuk do të jenë precedenti i emrit të përsëritur të zonjës Haxhiu për postin e kryetares së kuvendit. Njëra anë e medaljes. Ana tjetër e medaljes, patjetër që nëse